Unë personalisht me një grupim shumë të madh njerëzish, jemi ata që kemi kundërshtuar këtë sistem që prej vitit 2008, duke qenë se lista e mbyllur në vetvete, le ta fillojmë nga pjesa e parë e listës që kemi në këtë sistem kombinuar në këtë zgjedhje, nuk e jep mundësinë qytetarit për të votuar kandidatin që do, dhe nuk e jep mundësinë qytetarit për të pasur një lidhje të drejtë për drejtë me kandidatin, jo vetëm momentin që voton, po edhe momentin kur më pas duhet i kërkoj llogaridhënie dhe përgjegjësi. Në vitin 2017, dhe ne vazhduam me lista të mbyllura si në 2008, me lista plotësisht të mbyllura, ku nuk kuptonim se sa votohej një kandidat, se sa përqyeshmëri kishte një kandidat tjetër, se sa peshë kishte një kandidat tjetër. Në vitin 2021, me sistemin me një vot preferenciale, arritëm të kuptonim në një farë mënyre se sa përqyeshmëri kishin kandidatët brenda listave. Kjo gjë me sa duket nuk i pëlqeu partive politike, sepse disa prej kandidatëve që ishin me shumë eksperiencë në politikë, hynë në parlament me shumë pak vota, duke qenë se dhe aty ishte sistemi me listë mbyllur, por ishin të mbrojtur, duke qenë se ishin pjesë e listës. Mbrojshin nga hersi. Mbrojshin nga hersi, i cili ishte një herës shumë i lartë, që më pas ne e quam gjykatë kushtetuese, dhe gjykata kushtetuese e nxori të pavlefshëm edhe shumë të lartë. Ajo që ndodhi me këtë reformë zgjedhore, dhe që për mendimin tim ishte shumë gabim, ishte që sistemi i listave të mbyllura u kombinua me sistemin e listave të hapura në një mënyrë tërësisht jo natyrale.